Zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri kanë tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Duket se fitoria e 4 radhazi e Edi Ramës si kryeministër i Shqipërisë ka habitur jo pak mediat gjermane, Neue Zürcher Zeitung, Radio Die Frankfurter Rundschau dhe Zeit, të cilët kanë analizuar atë se çfarë ka ndodhur me zgjedhjet në Shqipëri, ndërsa i kanë bërë një portret edhe Edi Ramës. Neue Zürcher Zeitung në artikullin me titull Edi Rama do të jetë për herë të katërt kryeministër i Shqipërisë, portreti një antikonformistit përhershëm në vizon se nuk duhet gënjehemi nga imazhi i Ramës si një jashtëm në politik. Fituesi me gjasi zgjedhjeve është një politikan i etur për pushtetin, shkruan kjo media. Të dielën 60 vjeçari Edi Rama fitoi zgjedhjet parlamentare për herë të katërt sipas sondazheve fillestare në zgjedhje, duke e bërë atë një nga sundimtarët afatgjatë në Ballkan, Milo Đukanović, Aleksandar Vučić, Milorad Dodik, të cilët janë shfaqur më shpesh që nga luftrat jugoslave. Edhe pse Berisha punsoi një këshilltar të Trumpit, i cili provoi një version të zbutur të sloganit MAGA, bëjeni Shqipërinë përsëri të madhe, kreu i Partisë Demokratike nuk përbënte kërcënim për kryeministrin në detyrë. Andras Ernst, pasi përmend suksesin e Ramës si kryebashkiak i Tiranës, i referohet ndryshimit të kryeqytetit dhe thekson se në këtë bum ndërtimi në Tiranë, gjithçka shkon keq në Shqipëri. Ekonomia e të rafeve jep leje ndërtimi për të vetët dhe dhënia e tenderëve varet nga lidhjet politike, parat e zeza dhe kthimi i favoreve. Media gjermane hedh vështrimin edhe tek fitoria e pritshme e zgjedhjeve nga socialistët dhe thekson se sistemi klientelist i lyer mirë i Ramës është një shpjegim për suksesin zgjedhor të socialistëve. Shpjegimi tjetër është kundërshtari i tij, 81 vjeçari Sali Berisha. Ndryshe nga Rama, ai është një autokrat i tipit të vjetër, jo origjinal, kozmopolit apo charmant. Në artikullin e saj, media gjermane e përshkruan Ramën si një politikan të etur për pushtet që në politik njeh vetëm miq dhe armiq. Rama ngriti një aparat pushteti siç e njohin mjaft vende në rajon. Ai është kreu i një partie që kontrollon administratën, gjykatat dhe mjaft media. Rama portretizohet si vërtet pro-europian, artist jo konvencional që mirëpritet mjaft mirë në Bruksel, sepse politika është konform BE-s, por edhe mjaft i kontestuar. Votimi i së dielës shihet si një test i rëndësishëm i disponimit në rrugën e Shqipërisë drejt antarësimit në BE, vijon media gjermane. Ndërkohë DIF Radio, duke i kushtuar vëmendje situatës në Shqipëri, pyet zgjedhjet në Shqipëri sa autoritar është Edi Rama. Edi Rama është në BE një mik i mirëpritur dhe duket se si në aspektin ideologjik ashtu edhe në gjeopolitik qëndroni palëkundër në anën e Europës, por kritikët tremben në aspektin se sukseset e Shqipërisë për temat që kanë lidhje me shtetin ligjor dhe demokracinë janë suksese vetëm në letër, edhe se vendi nuk është gati për antarësim në BE. Kjo ka të bëjë edhe me Edi Ramën që tregon tipare autoritare, raporton DIF. Frankfurter Rundschau shkruan se kreu aktuali i qeverisë së Shqipërisë Edi Rama do të vijojë sërish detyrën pas zgjedhjeve të 11 majit me një tjetër mandat qeverisës. Zinxhiri në duke i pafundi skandaleve të korrupsionit që tronditi kabinetin e Ramës vetëm gjatë mandatit të tij të fundit ndoshta do t'i kishte kushtuar ish basketbollistit mandatin e tij si kryeministër shumë kohë më parë në një demokraci të Europës perëndimore, por jo vetëm PD-a opozitare, e cila u përça nga lufta për pushtet, por edhe Sali Berisha, i cili nuk ishte më pak i diskredituar nga hetimet për korrupsion gjyqësor, bëri që shumë prej atyre votuesve të kualifikuar që shkuan të votonin t'i besonin përsëri Edi Ramës, por fakti i pjesëmarrjes në votime në nivelin 42.2% tregon se shumë votues të zhgënjur preferuan të qëndronin në shtëpi. Zeit në artikullin e saj shkruan se pas zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri të dielën por avizohet një fitore e Partisë Socialiste të kryeministrit Edi Rama. Rama, 60 vjeçar, ka drejtuar PS-n që nga viti 2005 dhe kërkon një mandat 4 radhazi si kryeministër. Gjatë fushatës elektorale ai deklaroi se do të vazhdojë përpjekjet për antarësim në BE në vitin 2030 në mënyrë që të gjithë shqiptarët përfitojnë nga të njëjtat të drejta si qytetarët e vendeve të tjera europiane. Rama është akuzuar vazhdimisht nga opozita për kontakte me krimin e organizuar, gjë që Rama e mohon.